Një aksident i rënd rrugor është regjistruar mbrëmjen e së dielës në rrugën Qemal Draqini, ku automjeti që drejtohej nga një 74 vjeçar përplasi aktorin e humorit Nexh Shabanin, i cili po lëvizte me biçikletë. Përpasoj, aktori 74 vjeçar mori dëmtime të rënda dhe u dërgua në spitalin rajonal të Shkodrës, ku ndodhet nën kujdesin e mjekëve. Gjendja shëndetësore e tij paraqitet e rënduar në reanimacionin e spitalit rajonal si pasojë e goditjes që ka marrë nga shkapetja. Pas këtij aksidenti, policia bëri arrestimin e drejtuesit 74 vjeçar. Ndërkohë, në 24 orët e fundit, një 30 vjeçar përfundoi në prangat e policisë pasi u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Ndërkohë, specialistët për hetimin e krimeve ekonomiko-financiare proceduan penalisht një 23 vjeçar për veprën penale të falsifikimit të dokumenteve, pasi gjatë kontrollit nga shërbimet e komisariatit ju gjetën dhe sekuestruan një patentë shqiptare e dyshuar e falsifikuar. Ndërkohë, një 53 vjeçar banos në Grup të Re u procedua për veprën penale falsifikim kompjuterik dhe ndërhyrje në dhënat kompjuterike, pasi është kallëzuar nga një 22 vjeçare se gjatë viteve 2024-2025 ky shtetas ka shantazhuar atë dhe familjarët e saj nëpërmjet adresave fallse në rrjetet sociale. Për të gjitha këto raste, materialet i kaluan prokurorisë për veprimet mëtejshme.